intervistë para policisë, e tregova ngjarjen se si ka ndodhur ngjarja dhe kaq. Zoti Lusoko, ai intervistimet e sinet e dyshumet? Nuk e di, po unë jam intervistu dhe unë kam dhënë intervistën time para policisë Kosovës. Qa ke thonë gjatë intervistimet? Po besoj që këta merren vesh me vonë. Cili mendoni që ka me qenë epilogu ose përfundimi i krejt kësaj? S'ka ndryshe domethënë. Jo. Përpos domethënë që unë duhet më liru pej kësaj që ka shpif Husni Hall. Zoti Lusoko, që shë komentoni pranimin e njësive speciale në mesnat në Skënderaj? Kjo është tepër e rënë për qytetarët e këtij vendi, sepse nuk e meritojnë qytetarët e komunës tonë. Nuk besoj që e meritojnë edhe komuna tjera, që njësitë speciale, domethënë me armë gjata, vinë dhe ta provokojnë qytetarën e këtij vendi, që i ka dhënë shumë Kosovës. Unë nuk bëjam që unë besoj që nuk duhet më shku kërkon ata, pa arsye dhe pa nevojë. Ata janë policë të Kosovës, që ne i respektojmë shumë, ata janë vëzrit, janë baballar dikuj. Po, unë mendoj që kjo që ka ndodhur, kjo është domethënë politikë. Albin Kurti dënë që përmes aksioneve të tilla, domethënë që viktimizohet dhe në kushte normale, domethënë unë nuk ho dashur mu intervistu fare. Po unë e thash edhe më herët që kjo është politikë dhe Albin Kurti dënë që domethënë përmes formave që ai ka zgjidhur, domethënë që viktimizohet dhe ta përdor pushtetin për arsyet që ai din më së miri. Mendoni që po e ndërlidh këtë moment me fushatën politike për zgjedhjet që kemi? Absolut po. Nuk e di ndryshe. Unë ju falenderoj gjithëve që që ka mundësi veç që dy fjallë. Vërtet du më ju falenderu shumë që gjithmonë kemi qenë me instrumentarët Kosovës, kemi qenë me Hashim Thoqin dhe jeni me Partinë Demokratike. Falenderoj shumë. Albin Kurti nuk duhet me përdor pushtetin për qëllimet e ty, për qëllimet veta. Ne i bëjmë thirrje nga këtu që mos ta përdor pushtetin, mos ta përdor policinë, mos ta përdor prokurorin, mos ta përdor gjykatën. Unë edhe ne ju falenderoj nga zemra që sot dhe gjithmonë kështu bashkë kena me konë. Dhe ta që shpirtin. Falenderoj shumë falenderoj.